Pas vrasjes së dy diplomatëve izraelite në zemër të Washingtonit, dy ministra të qeverisë Netanyahu shprehin zemërim dhe për qëndrimin e BE-s. Në fakt, duket se gjithmonë më shumë shtete europiane nuk janë më të gatshme të pranojnë veprimet e tij në ripin e Gazës, e kjo e ka acaruar Tel Avivin. Bashkimi Evropian ka mbajtur marrëdhënie të veçanta me Izraelin prej gati një çerek shekulli. Partneriteti bazohet në marrëveshjen e asociimit, e cila hyri në fuqi në qershor të vitit 2000, por vetëm pak ditë para përvjetorit të saj, marrëveshja po vihet në shqyrtim dhe mediat gjermane e cilësojnë si më të diskutueshme se kurrë. Shkaki i kësaj krizi është bërë situata humanitare në ripin e Gazës. Politika e bllokadës së qeverisë Netanyahu ka çuar në rënje të numrit të qeverive që mbështesin Izraelin midis anëtarëve të BE-s. Numri i vendeve që nuk duan më të qëndrojnë duar kryq dhe kërkojnë pasoja tani përbën pothuajse 2/3 e 27 shteteve anëtare. Ky ishte përfundimi në të cilën arriti përfaqësuesja e jashtme e BE-s, Kaja Kallas, pasi asaj që ajo e përshkroi si një debat shumë intensiv me ministrat e jashtëm në BE. Edhe pse Kallas i pranoi shpërndarjen e fundit të ndihmës humanitare nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ajo e quajti atë një pikë në oqean. Situata në Gaza mbetet katastrofike. Ministri i jashtëm holandez kishte sugjeruar më parë që marrëveshja e asociimit me Izraelin të rishikohet. Thelbi i marrëveshjes është tregtia e pakufizuar me kufizimet më të pakta të mundshme në lëvizjen e mallrave, domethënë qasja në treg dhe pjesëmarrja e Izraelit në programet e BE-s. Megjithatë, një komponent i marrëveshjes është edhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, të cilat po shkelen nga Izraeli në Gaza.